Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha ka kërkuar që konventa e PD-k-s për të zgjedhur kryetarin e partisë të shtyhet, me që në vlerësimin e tij, një parti serioze nuk mund të mbajë një konvent politike dhe përmbajtësore në një kohë kaq të shkurtër. Kjo nguti në vlerësimin e tij nuk garanton garë cilësore as reformimin dhe unitetin e kërkuar dhe të domosdoshëm për PD-k-n në këtë kohë. Hoxha ndër të tjera ka argumentuar nevojën për shtyrjen e konventës, ka theksuar se dorëheqja e kryetarit Memlik Krasniqi është shoqëruar me preferenca për pasuesit, gjë që krijon përshtypjen e skemave të sajuara dhe të paragjykuara, të cilat nuk e çojnë partinë përpara. Pas dorëheqjes së Memlik Krasniqit nga posti i kryetarit, Bedri Hamza, i cili ishte kandidati i PD-k-s për kryeministër në zgjedhjet e fundit parlamentare, është i vetmi i cili deri më tani ka shpallur kandidaturën e tij për të drejtuar partinë.